akullore në dorë, femra 7 zanë me akullore në dorë, pleq me akullore në dorë, të gjithë me akullore me kokoshka në dorë. Në dhjetor kam bërë një apel të fuqishëm përsëri nga sheshi i Skënderbej. Me ato shtëpizat i ndërtojnë. Dhe atje një helmim kolektiv. As një gjë e shëndetshme. Në rast se ka një ushqim, që ushqim sesh një nuk diskutohet, sepse ka definicione për ushqimin e që quhet ushqim, edhe definicioni është shumë i qartë. Ushqim quhet një substancë e cila ndihmon në prodhimin e energjisë në trup, ose në shtim shumim në rritje masive. Akullore nuk bën asnjë gjë nga këto gjëra. Dhe që i bie çfarë është? Nuk është ushqim, është hel. E njëjta gjë ndodh me tregun e Krishtlindjeve që na pompozohet. Po ata që thonë ka me produkt bio, është bërë me fruta për shembull thotë, ose është bërë me qumësht. Ti marrim të gjithë ingredientët e një akullore. Fillojmë që nga qumshti. Qumshti, çfarë qumshi është? I vetmi qumësht që në rast se mund ta quajmë i pranueshëm se cilësor nuk është, nga kafshë të rritura në natyrë, të kultivuara në natyrë, dhe që t'jesh i saktë deri në fund nuk ekziston, nuk bëhet fjalë. Nëse nuk ekziston, se ne kemi qumësht, se unë e kuptoj këtë, po ne kemi produkte të mira Bylmeti në Shqipëri. Shqipëria akoma ka Bylmet të mirë. Po flasim. Nuk është kaq e vështirë. Nuk jam shumë dakord. Qumshi vetvete nuk është ushqim i shëndetshëm. Dakord, që të kuptojmë. Okej, e kuptoj. Pse nuk është ushqim i shëndetshëm? Po ushqimi më i kompletuar, më i mirë është qumshi nenës. Meri krahasoj të dy qumshtet. Po mirë. Kanë raporte të përmbysura në elementet thelbësor ushqimor, dhe kur flasim për elementet thelbësor ushqimor, bëjmë fjalë për proteinën, bëjmë fjalë për sheqerat. Tani, më shumë se gjysma e popullsisë njëherë është intolerant ndaj qumshtit, sepse kemi humbur një lloj enzime që bën tretjen e sheqerit, që është galaktoza, që është një bisakaroz, që është glukozë plus laktozë. Një enzim se kemi me laktazë, për shembull. Filloj që këtu problemi. Në një akullore është sheqeri. Sheqeri është babai i të gjitha të sëmundjeve. Është merr. 1 në 36 fëmijë sot lind autik. Edhe kjo i detyrohet sheqerit. Nuk ka absolutisht akullore që të ketë sheqer të shëndetshëm. Si, pse sheqerit? Sepse sheqeri, ai sheqeri bardh, ne themi, ka gjysmë glukozë, gjysmë fruktozë. Trupi ynë është dizenjuar që të konsumojë vetëm glukozë. Edhe na kanë thënë jetojmë në dezinformim një herë që të jemi të qartë, ose më saktë në pasaksira, na kanë thënë që glukoza është energji e jetës. Nuk është e vërtet, është edhe glukoza, por ne për prodhimin e energjisë kemi dhe acidet yndërore dhe ketonet që prodhohen nga mëlçia. Lloji sheqerit që trupi ynë konsumon dhe konsumon me kënaqësi është glukoza. Sheqeri i bardhë është 50% glukozë, 50% fruktozë. Fruktoza çfarë bie atë? Cili sheqer na lejohet ne? Cila ëmbëlsues na lejohet ne? Glukoza vetëm. Glukozën që e gjen nuk ka. As fruktozën? Fruktoza është gjysma. Ajo që e bën të keq sheqerin e bardhë është fruktoza. Po frutat? Pikërisht. Ka një ndryshim fruti, vetë frut, sepse ka fibrat. Fruktoza ka të njëjtën formulë kimike si glukoza. Por është komplet ndryshe dhe vepron komplet ndryshe në organizëm. Mirë. Sheqeri është, aftësia e sheqerit në organizëm, ose është varet tek prodhimi i asaj energjisë që ne përdorim që quhet ATP. Po mjalti. Mjalti se po kalojmë në një tek tjetër dhe nuk e di se sa mund të bëhemi të kuptueshëm. Jo, se duhet përfshirë granitin më pas, po. Sa të bëhemi të kuptueshëm për njerëzit. Unë ka bërë një shkrim për mjaltin, ka marrë të shara pa fund. Mjalti në përbërje të sheqerave është fiks si sheqeri i bardhë. Ka vetëm një ndryshim që ka 40% fruktozë, 40% glukozë, ka dhe një tjetër 20% maltozë, që në fakt maltoza vetë është 50-50. E kuptoj, e qartë, mirë. Si formulë kimike. E kuptoj. Ja ta përfshi dhe granitin dhe më pas do vi ndoni përsëri. Granit,